Assalamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq anë mban botës kudo që jeni. Mirë se na keni ardhur në emisionin ton të dytë të radhës, në emisionin ton fetar, kulturor dhe edukativ lidhur me projektin ton të quajtur Ç'është Çerbelaja. Në fillim të këtij emisioni më lejoni që me respekt dhe përulësi ju shpreh ngushëllimet e mia me rastin e muajit të Muharremit, duke u solidarizuar me tragedinë e madhe në Çerbela me Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të, nipin e profetit Muhammed, duke u solidarizuar me familjen e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjithashtu edhe me trimat e Çerbelas, të cilët me sakrificën e tyre mbrojtën fen, dinitetin dhe lirinë njerëzore. Ata u sakrifikuan dhe lanë gjurmë të mëdha në historinë e njerëzimit, që ne këtu në produksionin ton Studio Home IBH të përkujtojmë ndodhinë e Çerbelas, ndodhinë e trimave të Çerbelas, sakrificën e tyre, si dhe ndërkohë të lëmë pas vete vepra të cilat ndoshta edhe nipat, stërnipat ton do t'i dëgjojnë. Këto ditë Ashuras na rikthehen çdo vit duke na sjell me vete dhimbje. Gjithashtu ato janë ditë vetëdijësimi, ditë përkujtimi dhe ditë vajtimi, por ato janë gjithashtu edhe ditë vetëdijësimi, reflektimi dhe kthimi tek vetvetja. Janë ditë që na ftojnë të shkojmë në shpirtin tonë, të përmirësojmë sjelljet tona, të forcojmë lidhjen me Zotin dhe të qëndrojmë pranë të vërtetës dhe drejtësisë. Çerbelaja nuk është vetëm një ngjarje historike e vitit 61 Hijri apo 1345 të vitit Georgian. Ajo mbetet një shkollë e përhershme që na mëson se si të përballemi me padrejtësinë, si të ruajmë dinitetin ton dhe si të sakrifikojmë për parimet dhe vlerat që i besojmë. Të nderuar shikues, në episodin e sotëm do të vazhdojmë me rrugëtimin ton për të kuptuar më thellë mesazhin e Çerbelas dhe rëndësinë e tij për njeriu bashkëkohor. Ju falenderojmë për besimin dhe mbështetjen tuaj. Gjithashtu ju ftojmë të na dërgoni pyetjet e tuaja. Në numrin ton të WhatsAppit, pra zyrtar 044 509 200. 044 509 200. Mirë se na erdhët në programin ton Ç'është Çerbelaja. Juroj mirëseardhje i nderuari teolog Drilon Kashi në këtë natën e dytë të projektit ton Ç'është Çerbelaja. Besojmë se pas një pune dite të lodhshme do të mund të arrijmë të ndëgjojmë veten në këtë, si themi, në podcast, një bashkëbisedim tonin, në njëkohësisht edhe pse jo të mësojmë nga njëri tjetri, e sidomos unë nga ju dhe mysafirët shikuesit tanë. Unë kisha fillu kështu me një mendim që qarkullon në për qytet, qarkullon në për media, dhe sot e përpilova kështu se shpesh dëgjojmë se njeriu nuk duhet ta gjykoj tjetrin. Paskënd, dhe se gjykimi i përket vetëm Zotit. Zoti vetëm mund të na gjykoj për veprat tona. Por kur përballemi na me padrejtësi, atëherë si duhet na të veprojmë,
përballemi me korrupsion, para syve të korrupton, para syve të abuzon autoritetin, moralin, të shpif, madje edhe të rrezikon me jetë. Prandaj kjo është pak, si me thonë ashtu, fataliste, nëse ne themi hajtë se lene se Zoti e gjykon. Ose lene se i vjen koha dhe ati. A thu a na obligon neve feja islame që me heshtna për padrejtësi që na bohen, me marrë, apo çfarë qëndrimi me marrë në këto raste nga aspekti psikologjik, se gjithmonë feja për ditëshmëria lidhet me atë shpirtërorën dhe shpirti jonë është rahat kur na i kemi veprimet e duhura në kohën e duhur. Dhe si e a ka shansa që Qelbelaja ta trajtoj këtë temë pak ma freskët, ma ndryshe? Atëherë edhe ne po filloj me emrin e Zotit. Paqja qoftë mbi profetin Muhammed dhe ehli bejtin Mesina, dhe gjithë besimtarët. Fillimisht para se me u fut në temën kisha pas me përmendje 3 pika, edhe një herë me i ritheksu, sepse i kom pa disa komente që po në videot e tona në YouTube. Në videon e parë që e bëndje, në ramë. Imam Huseni, paqja që mbi ta duhet me di që është më i madh se çdo shtet, se çdo madhhab, se çdo ideologji. Komba, mund të themi. Kombë në vete, se ka vlerat digniteti. Po, na këtu po flasim për drejtësinë. Na kur po flasim për Imam Huseinin, po flasim për dignitetin, çka do të thonë, me njeri me respektu vetë vetën, edhe me mësu respektin njerëzimit që ata me respektu vetë vetën, dignitetin njerëzor, që është sa një ma e rëndësishëm që njeriu në bën njeri. Edhe nuk po folim për naj luftë gjeopolitike, as nuk po dojna me përqaf, jena arë këtu me fol për zemrën e Islamit. E para, e dyta, une jam musafir, edhe kjo është tema jonë që na po e trajtojmë këtu. Nuk jam pe aty në thash që kom arë me për qa kërkon, as me majt anën e as kujt, për kundrazim, unë ndi obligim shpirtnor dhe mu dha rasti dhe e pranova. Është me të vërtet edhe njerë po thëmë privilegj që une po flas këtu për Imam Huseinin sonte, sepse unë jam shumë i vogël në krahasim me çfarë figure madhështore po flas. Nuk di çka kemë mujt me thonë, po inshallah Zoti na udhëzon edhe na drejton zemrat edhe shpirtin që të nxjerrim diçka të hajrit në këto mezhliset tona. Sa i përket pikës 2, që kisha pas qef me përmend këtu në fillim të emisionit sonshëm, është që unë jam musafir edhe gjanat që do t'i flas unë moj përgjegjësinë personale, individuale, private, edhe nuk po përfaqësoj domethënë as një ideologji të caktuar. Edhe redaksia jonë ka një liberalitet, i lojmë njerëzit të shprehen lirshëm, sepse numër 1 na kemi përgjegjësi para Zotit. Ajo është më me rëndësi, se na nuk i frikohemi kamerave, të objektivit këtyre kamerave, po objektivit. Prandaj jeni të lirë, edhe ju edhe të gjithë mysafirë tjerë që do të na vinë, mund të paraqiten edhe kush ka dëshirë rreth Qelbelas të flasë. Ta përfundoj si ide, e dyta, zonja Iqbala është ka mendimet e saj, po edhe unë ka mendimet e mia. Na ka herë pas pajtojmë disa ide, po mund edhe mos pajtojmë, kështu që po jemi okay. Edhe psikoterapia na mëson që mos me pajtu është diçka shumë normale dhe njerëzore. Është diversitet, është begat. Pra unë mbaj përgjegjësi personale private për mendimet e mia dhe nuk jam përgjegjës për mendimin askujt, por unë respektoj mendimin e tjetërkujt. E treta, po du me përsërit edhe me ritheksu që na sonte këtu nuk kem, unë personalisht, nuk jam të mbrojt as një qëndrim kundër sunet, as një qëndrim, si me thonë, kundër askujt, dhe më thonë, thjesht është kundër pa drejtësis. Është kundër pa drejtësis, edhe kundër heshtjes, edhe kundër qenit servil. Ndaj një pushtetit zullumçar. Kjo, pa ta qef me përmend si në fillim. Mu më ka pëlqy ideja edhe ajo që ka përmundohë mësante me ba është thjesht me hull pak dritë
për Çerbelan edhe çka na shërben Çerbelaja në jetën tonë. Ku muj me gjetë sa Çerbelan, si më thonë, zemrat tona, shpirtin ton, jetën ton, rrugën ton. Sepse ajo si ngjarje ka kalu, por frytet e saj na mund t'i korrim sot. Edhe besoj që kjo është ajo që duhet me pas rëndësi. Fokus fiks. Sepse edhe nëse na nuk e përsërisim këtë histori duke i rrëfy fëmijëve tonë, jo vetëm si ndodhir luftarake, por me të gjitha virtytet edhe gjurmët që kalon në historinë e njerëzimit, atëherë besoni që fëmijët harrojnë ose mund të Zoti na ruaj fëmijët tonë të jenë kundërshtarët e misionit, e sakrificës së Imam Husejnit. Siç e thamë edhe episodin e kaluar, ajo është një histori, një tragjedi, një rebelizëm e tjera e tjera. Kjo mendoj se është... Po, sot njerëzit, fëmijët tonë po marrin këtë farë modeli nëpër rrjetet sociale. Edhe na kemi një obligim fetar moral dhe kombëtar që fëmijëve tonë tu lëmë një model të mirë, një trashëgimi të mirë. Si me thonë, tu a kthejmë dritat anë ka ftyrat më madhore që i ka pas historia islame dhe historia botnore në përgjithësi. Në momenti kur na i thojmë fëmijëve tonë, hey, ti po dën me pas një hero jetën tonë? He's my hero. Or role model. When they become bigger. Okay. Çfarë ta mërvënia me kon heroi i Imam Aliu? Ose heroi i Imam Husejnit. Sepse fëmija dën me pas një arketip të heroit edhe arketip të luftetarit. Edhe momenti kur na ja u kthejmë, si më thonë, ftyrat edhe vetdijet edhe, si më thonë, reflektimet të tona, ka ky hero, thot, wow, qenë ka madhështor edhe ndoshta fillojnë me interesante dhe unë kisha lidh këto me një shtëpi hetimore në Boston, në Amerikë. Edhe dim aty fëmijët janë jetime dhe i kanë emërtu me emrat të heronjeve të mëdhenj, ose piktorve, ose Nikola Tesla, ose Michelangelo, ose ku ta di unë Abraham Lincolni, etj. Beso kur janë rrit ato fëmijët, psikologët që kanë qenë aty, të gjithë kanë anu nga ajo kush ka qenë Nikola Tesla. Kur prandaj edhe është një send jo e bukur, jo në tek ne muslimanët, që i vendosim emrat e arab. Thotë kam pa në Kur'an, është aty Tuba, hajde ja vendosim Tuba, ose ja vendosim emra arab që nuk ja dim kuptimin, a profeti nuk na ka angazhuar, profeti ka thënë vendos një emra të bukur. Nëse vendosim emra arab, ose ku ta di unë tjera emra, persiana apo shqiptar, atëherë duhet ta ketë kuptimin, a veçanërisht nëse vendosim emra nga repertuari i fesë, atëherë duhet të vendosim emrat që thatë ju, që kanë kuptim. Ali, kur t'ja vendos emrin Muhammed, ai gjithmonë ka me tentu me qenë i mirë. Ali, Fatime, etjere. Ta e lidha veç me qatë pjesën, është interesante. Po, vetëm këtu, për shembull, thotë, është vështirë si mundesh mu përballë me padrejtësinë, sepse zullumçari, kur bën padrejtësi, ai i ka përpara veti dy lloje të njerëzve. Një lloj është mazlum. Mazlum janë të shtypurit, por nuk heshtin, e ngresin zërin, piskasin, bërtasin, kërkojnë drejtën e vet. Një tjetër lloj është munzalim. Munzalimët janë ata të cilët gjithashtu janë të shtypur, po janë të ndrojtur, friksohen. Dhe nëse ky që është i shtypur edhe friksohet, nuk e ngrit zërin kundër zullumçarit, këtë rast Jezidit, atëherë ai e forcon Jezidin. Edhe kjo pra është puna që ti ashtu se ashtu je mazlum, o njeri, o i motor, o i vlla, je mazlum, je shtypur, s'paku ngrite zërin, bërtit, sepse kur bërtasesh ti zullumçarit do të prit, se ky po proteston. Që kjo ka mundemi me lidh diçka me Imam Husejnin. Shumë mirë që e përmenet që pikë.
na edhe dje kemi thonë që Qerbelaja është kundër traumës kolektive. Pra e të rëndit një farforme ndërgjegjën kolektive e prek traumën kolektive. Trauma kolektive çka është? Njerëzit mësohen duke hesht nga padrejtësia, filoni e shef istekun, punëtori në kompani e shen shokun e vet. Heshtje naive, sepse shefi për shembull çet pi punën nëse ti bën cek ose ngrizonin. Fjala vjen. Kjo është e keqja. Edhe çka bën? Krej kompania 200 punëtor, 300 punëtor heshin sepse çashtu i mësu me heshtjen, i mësu me mos respektin, i mësu me mos dignitetin, për shembull punë ju shkele dignitetin në mënyrën më çnjerëzore. Edhe nuk bojnë nuk janë gjeni me thonë një jo. Sepse nuk kanë vlera dinjitoze drejtësisht. Kur trupi i tyre thot jo ditë për ditë, edhe e shkelin veten ditë për ditë, edhe shkelin dignitetin e tyre ditë për ditë. Është vetvetje. Po nuk është gjeni me thonë jo. Prandaj psikoterapia, me qenë se ti si psikologe po ke qenë në lidhje sa në psikoterapia. Psikoterapia për shembull na mëson neve me thonë jo. Çka bën Imam Huseni? Imam Huseni e theu që traumë, si më thonë, e shëroj i Iran për midis edhe i tha jo pushtetit zullumçar. E për me thonë jo, ti mas pari duhet me mujt frikën tonë të brendshme. Se nuk është lufta ma modhe. Me luftu vetën, lufta ma modhe, nuk është lufta jashtë. Po lufta ma modhe është lufta brenda. Prandaj kur na fitojmë luftën brenda, atëherë fitohet edhe lufta jashtë. Prandaj Imam Huseni e mundi frikën sepse në zemrën e tij ishte Allahu, në zemrën e tij ishte shenjtëria, në zemrën e tij ishte qenja njerëzore, ma e plot, ma e bukur, ma e mirë. Prandaj Imam Huseni për neve është mostër edhe shembull, për shkak që sajna. Sepse ishte i plot, njeri i plot në gjithë plotësinë e tina. Ishte vetë drejtësia, ishte vetë ndërgjegje. Prandaj Imam Huseni për neve është mostër edhe arketipi i njeriu të përsosin, i cili na mëson që sa herë neve na mund frika, sa herë neve bëhem, si më thonë, shkojmë shkon mosa edhe. Guximi ose bëhemi lojal. Po, nuk du. Na mund frika, hub guximi, hub digniteti, hub respekti, hub ndërgjegjja, Imam Huseni thot stop. Thuj jo sepse kjo është proçeni tonë, proçeni të njeri. Edhe Imam Huseni po na lën amanet, po thot më mirë është me vdek se sa me jetu të poshtrum. Po, më e mirë është të vdekja me dignitet sepse jeta me poshtrim. Na po flasim për një zullum shumë të madh, normalisht. Por edhe në jetën e përditshme mundet me pyet dikush për shembull sikur mos kish ndodhur Qerbelaja, a kish pas sikur mos ti shkoni Imam Huseni a kish pas Qerbela. Ndoshta krejt meti ish bot Qerbela, sepse në momenti kur heshtet ndaj zullumi e merr dhënë edhe pastaj si më thon e han krejt njerëzimi. E vun krejt meti, si më thon po shtrohet një umet jeton, e Imam Huseni nuk e pranon këta, i doli përballë. Edhe sakrifica e tij ishte madhështore, prandaj Imam Huseni është kjo do me thonë që shumë mirë e lidhen nëse një punëtor përjashtohet nga fabrika edhe tjerët heshtin, po mos kishin heshtur të tjerët, se e shohin që bashkëpunëtori i tyre nuk ka ndaj faj për me ardhur deri te përjashtimi. Mirë po këta për mos me humbat pagën e tyre çka bëjnë ata heshtin, domethënë nuk kanë guximin. Por këta në faktikisht atë shefin e tyre zullumçar e forcojnë. Edhe një ditë prap ajo dhuna atyre ka marrë. Ndërka çka bën besimtari? Besimtari vën në suretur Ra'd ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Thot dhe kur të mbyllën dyrt, na nuk i dal, jemi po ti je me drejtën, ti i mban vetën, okej, unë kështu mendoj, unë edhe nëse kam gabuar diçka mund ta përmirësoj, ama nuk e loj dikush me shkel mund për paran, dhe më mbyll krejt të dyrt. Atëherë në atë kohë Allahu thot do ta furnizoj robin tim bi gajri hisab dhe thot nga s'ja merr mendja. Mu për vetin ka ndodhur kjo njëtë, shpresoj se dikujve kam i ndodhur, por vetëm nëse jeni me të drejtën, me të vërtetën, të jeni të sinqert dhe të jeni të bindur për ato që e besoni. Përndryshe, dikush që ja jep verë një bindje, një ideologji, dhe ti vetëm e lun kokën,
ta din që tanë jetën ki me qenë i robëruar për atë punë, kur s'ke me qenë i lirë, që ti me robëru punën, e jo puna me të robëru ty. Ti e ki një 50.000 euro vetur, dhe ti kur e robëron atë veturën tënde, një shok ose nana ose dikush tjetër të thirë, hajde djaljem se më ka marrë malli, me njerë edhe dhezë veturën dhe shkon të nëna jote. Ja do shembuj janë shumë konkret, mirë po këto lidhen me versetin kuranor, edhe me atë vetë besimin e fort që arrihet përmes bindjes, besueshmërisë, sinceritetit, dhe kur arrin një popull të vetë djesohet se çka është e mira dhe e keqja, atëra e krijon një ndërgjegje. Unë kur i shoh nëpër protestat e Shqipërisë, prapo e lidhi ku ka ndodhur bashkë që çdo vend është çerbelo. Mos ta polemizojmë çështën, kthehemi te Imam Husajni. Po kthehemi te Imam Husajni, po kur e shoh rastin sa ambicioze janë ato nonat, sepse aty me ju ka prek ndërgjegja, dalin burri, baba, nona, plak, thot 4 djemi kom jashtë Shqipërisë. Kjo është pra që populli kur të vetëdijsohet edhe ndërgjegjësohet, atëherë është në gjendje çdo fuqi prej vetës me zgjidhje për ta. Shumë bashkëdhetarët tonë që e lanë Kosovën edhe Shqipërinë, i lanë vizat tona, edhe dalin, shkojnë, mërgojnë në shtetet e jashtme. Nuk është që po shkojnë në përpare. Nështë njëna për arsyeve kryesore është që ju ka shkel dignitetin vendin e vetë. Edhe dojnë një respekt për vetën e tyne. Prandaj, ndoshta, kjo është njëna për arsyeve sepse thëtë në Gjermani, ose në Zvicër, ose në Angli, mu më respektuat qenja njerëzore. Nuk më prandan shefin punë pa me atë me njëherë kontratën. Ma respektën, si me thonë... Orarin. Edhe një orë që punon ma shumë një pa ma respektën honorarin, ma respektën smunjen, kur unë kam një pleje, ma arsyetën mungesën, më respektën si qeni njerëzore, më drejtohet si njeri. Jo vetëm me urdhara, jo vetëm me... E këtu, prapë na hynëm ka ona i gërvetëzive, shpesher thënë, pse ju atër muslimanët shqiptarë që jemi muslimanë, po shkoni në për Evropë, në për vende krishtene, masi s'po doni mi respektu regullat, edhe se unë di çdo kush që shkon, i respekton regullat, po edhe të drejtat i kanë, për shembull komunitetet islame i kanë xhamijat, mandej gurbeqarët e tonë i çojnë fëmijët në për xhamija, ndoshta një fëmijë që vjen prej Gjermanisë, Zvicrës, ku pas rast, ka ma shumë njohuri. Nipi jem është 10 vjeçar, 4-3 klas, më beso tha, nanush na kemi religion classes, klasë religionit, edhe tha unë e kom emrin Noa, edhe njësme ma tregu historinë e Noës, merrem me mend. Prandaj po tham, kjo si mendimi jemi, tham që një musliman, një njeri, qoftë musliman, qoftë i krishterë, po këtë ras po flasë për muslimanët, edhe me jetu me një shtetë laik, si o Kosova, apo diaspora Gjermania, Evropa e Amerika, edhe me jetu me një shtetë jo musliman, që nuk ka shumica musliman, por nëse ka drejtësi, aty jeton i lumtur. Por nëse ti jeton në një shtet ku janë 100% musliman, o 90% si të na, Kosova është shtet musliman, nuk ka shtet islam, sepse në kushtetut nuk e ka Kuranin, ama deshte komuniteti ma i madh është musliman. Mirë po ti edhe pse je një shtet musliman, shpesh herë nuk je i kënaqur. Prandaj edhe mirë e tham fillim që migrimet bëhen, po jo dhe për vafri, se çdo kush Zoti e cakton kafshatën e gojës, po kur të bëhet pa drejtësi, kur të shkilet digniteti, vlerat dignitoze, kur fëmia nuk ka punishfar sigurim, as mjekësor, as edukimi nuk është si duhet, atëherë me të vërtet duhet një jetë me dignitet. 400 euro, 500 euro, 600 euro, po nëse ti e shef, kur ti drejtohesh punëtorit tënë, drejtoj me buzëqeshje. Besëm, nështë i kam e konë i knashin me ty dhe me punën tonë. Sepse fundjes nuk janë rëndësishme pare, sa është rëndësishme digniteti njerëzor dhe respekti. Kjo është shumë.
Qërë njerëzit kanë jetu për para dhe për fëmijë, nështë s'kanë pas bukë me hangër, po që kjo sjellja mirë, fjala mirë, një buzëqeshje në fytyrën e vllavët tanë, ndoshta që sa ti shef. Një mirësi e vogël qoftë. Po dhe po them që njerëzit i ka kap egoizmi. Shif kur e shohin për shembull çështjen e Zidit ose në Çerbelon, Imam Husejnin, na kretë në vetën tonë kem ka një farë Zidi, apo din. Edhe kemi edhe zonin e ndërgjegjës që është zoni Imam Husejnit. Tash varet na në çet luftën e Çerbelas, që është një luftë e brendshme, ditë për ditë na luftojmë me dy anët tona lufton njëra me tjetrën. Trupi janë gjithashtu Çerbela. Ai tregimi tha, o ti ke dy ujç, cili do të fiton, tha ati që i jep bukë më shumë, ato që ushqen. Pra na e kemi edhe ujkun e barë, po e kemi edhe ujkun e zi, një farë forme. Pra e kemi edhe të keshën edhe të miren. Është një luftë brenda nesh që ndodh ditë për ditë, pra është ajo rruga që ti ditë për ditë merr vendim, apo do të më shku në djath, apo do të më shku në tmoj, një farë forme. E qka, si me zbeh ato të majtën, ato që me kaplu një pjesë maj madhe, me kap drita që mos me met jezid ata njëtë? Po, që kjo është problemi që na shpesher i dim të sene, po ndryshimi nuk pëndodhë. Ku është problemi? Problemi është që realisht problemi nuk ekziston, po thjesht duhet me gjetë një zgjidhje mbrana shpirtit tonë, pra më morë vesh na çka po dojmë. Edhe cilës anë tonë po dojmë jep përparësi, apo dojmë jep asaj anës tonë që na qetëson shpirtin, që na qetëson zemrën, që na jemi kompatibël me selfin tonë, me Zotin, me zonin e brendshëm të Imam Husejnit, i cili na thret ka emira, ka drejtësia, ka devotshmëria, ka sinqeriteti, ka bujaria. Apo dojmë një guat zonin tonë të kafshëror, cili është zo egoist, zo mendje madhe, ka drejt, i urrejtës. Shif, krejt njerëzit kanë trauma, krejt njerëzit, si me thonë, e kanë qëtë zo. Po ta shtim varet ti, a punon me qatë zo, si me thonë, a integron qatë zonin e brendshëm, që të thret ka e keqja, mas pari du të me dëgju çfarë halli ka, se nështë ka një traumë nga fëminia. Nëse nga një ndodhi, jo veç kafe, nga një ndodhi, për shembull kam raste kur më ka ndruje djali ka qenë ditë me shi. Edhe tash gjithmonë më kujtohet, sa herë bjerë shi më kujtohet ajo ditë. Edhe kjo ndodh edhe më vonë, jo veç nga familja. Mo mund ndodh edhe më vonë, pa ajo që kesh të thonë është që nuk është arsye me thonë tash unë jam çështo dhe nuk ndryshoj. Jo, sepse ti ndryshimin e ke në dorët e tua. Energjinë tonë që Zoti ta ka dhënë sot, ti mundesh me kanalizu aty ku është razi Zoti, ku është razi shpirti yt. Nuk ka rëndësi, nuk është, si më thonë, nuk është arsye kjo me thonë, hajde se çështë jam, çështë kom bëu edhe po mjaftona me rahatin, me fodollakun edhe s'po du me u mundu për mirë. Ja, nuk është. E çka atë ajeti kuranor thotë kështu, si ishte oti shpirti kritikuese përmend, a kanë imamët, a kanë profetët, masi profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të familjen e tij, ka qenë Kurani gjallë. A ka vlejt ky verset kuranor, a vlen edhe për profetet, për imamët? Apo unë mendoj se pse themi imamët kanë qenë të pagabushëm, edhe profetet janë të pagabushëm, e kanë atë të pa mëkat, se gabimet të kësaj botës kanë mund me bërë diçka ndonjëherë, po gabimi dhe mëkati ka dallim. E tash kur themi të pa mëkat, të pastër, masum, kanë qenë këta. Këta kanë qenë në një farë mënyrë këtë masumijetin, pastërtin në mëkate, sikur kur është një fëmijë. Një fëmijë mund të merr me gabu edhe me pi diçka çka është e helmushme. Edhe e pin, pse nuk është i vetëdijshëm. Por unë mendoj se imamët, profetët, njerëzit e mëdhenj, evlijat, ata kanë qenë në atë nivel që vetëdia, vetërealizimi, evliallëki, ajo formula e Maslow, piramida e Maslow, që vetërealizimi ka ardhë, po interesant, në s'mundemi ndonjëherë me ardhë të vetërealizimi me njohë vetën, pa i kalu ato 3 shkallët, strehimi, ushqimi. Pyetja shumë e thellë, pyetja është filozofike,
Dhe pyetja është shumë e thellë. Iqbal, këto janë dy ose tri mendime që unë i pata lezu pi dietarëve musliman, edhe shiit. Për kritikë shpirtit. Se jo, imamët a kanë qenë, me thonë, a kanë mujt me bo gabime po ju në rujt, apo s'kanë mujt me bo gabime sepse ato kanë ashtu i ka klodu Zoti, edhe me dash me bo gabime nuk kishin mujt sepse të tillë kanë qenë. Zoti e din më mirë, po në mendoj që ata kanë qenë njerëz, aspekti njerëzor i tyne është i njëjtë me tonin, por kanë arritë, si me thonë, me e kultivua shpirtin edhe nefsin e tyne në qatë deregjit, në sa që e kanë edukua qatë shumë shpirtin e tyne, sa që ma shpirtin e tyne nuk i ka urnu për keq. Sepse qatë shumë e kanë pastru dhe në kujdes për ta, që nga fëminia. E qka të Jezidi? Që nga fëminia, dhe me thonë, ndoshta, me qenë se për shembull, Imam Aliu ka qenë i ruajtur nga mëkati, atëherë edhe gjaku i tij, edhe xheneza e tij, edhe xhenomi i tij, edhe gjeni i tij, si më thon, është përcjell i pastër tek evlatët edhe pasardhësit. Dhe pasardhësit e tij kanë, si më thon, kanë qenë trujtur sepse babai i tij është trujt. Edhe Fatimia për babait vet. Loza ka qenë lozë e pastër dhe lozë e shëndetshme, nuk është që se kanë pasur, si më thon, atë instiktin, se me qenë se kanë pas gjaka dhe mish, me siguri kanë pas edhe instiktin, por instinkti ka qenë, si me thonë, kanë pas shëru me qka është e mire e kitë. Unë me që ka qenë një tjetër nivel, jo janë njerëz tjerë. Okej, po kalojmë tash te Jezidi. Edhe Jezidi kishte zemër. Kishte zemër, dhe Jezidi. Edhe Jezidi ndoshta kishte punë të mira. Por thuhet në disa hadithet vërteta që kam lexu prej burimeve të Ehli Bejtit edhe Ehli Sunetit, që thotë se zemra nga mëkatet nxihet. Kështu që sa herë që bëjmë një mëkate nxih zemra. Edhe profeti Muhammed thotë sa herë bën biri Ademit mëkat një pjesë e gjinohet, një pjesë e hisës në mëkatit i shkon kabilit atje, ose atij të parë që e kanë bërë. Domethënë edhe kjo pak si poezi kanë fajtor, këtu s'po pajtohem, sepse na mund t'jemi shpirti o ti shpirti kritikues. Ama me psikologjinë që ose ti e pajson vetin, se dhe kjo është një farë kritike. Njeriu kur fillon dikush e ofendon, dikush i bën një të keqe, ose vetë bën një punë të keqe, mandej e fajson veten, kjo e mbyt veten. Prandaj Zoti thotë njeriu ne ti kam dhënë dyrë të pendimit, i kit hapura. Mos e fajso veten, më mirë pendohu. Dhe pranoje gabimin, edhe Jezidi as që ka pranu, kur ka shku te Zenul Abidini, masi e dini prej kësaj fushës Qerbelas, vetëm një mashkull mbeti gjallë, Zenul Abidini, gjalli Imam Husein. Popullit ton Iqbal, që hajde, veç mos ta harrojmë Jezidin edhe Imam Zenul Abidini. Populli jonë ka një fjalë të mirë, thonë rujë mëkatit babas se mëkati trashëgohet deri në 7 brezni. Një farë forme. Mos e shësherin edhe një pi 7. Që se baba jemi ka marrë me haron një tokë, ajo A përshën, dhe më thonë, prandaj ka shumë rëndësi, ti si prind, qysh po vepron sepse hija edhe gjurma e mëkatit tënë, ose e sevapit tënë, ka mu përcjell në një formë për forme, te evlat e tu, edhe te nipat e tu, edhe te nipat e nipave, se nipat e tu. Prandaj ka shumë rëndësi se çka po bën, sepse ti kur të vepron, nuk po vepron si një individ, jo, po vepron mrena një shoqënie që është e lidh gjithçka me gjithçka. Pa atër Jezidi ka pas gjyshe. Hinda e mor zemrën e Hamzait, edhe kanibal e ongri. Ebu Sufjani deri ditën e çlirimit i tha tankohen me hipokrizi me sen. Muaviu në luftën e Sifinit çka ka bë? 40.000 kanë vdek, s'kan shku shehid. Prej anës Muaviut, 25.000 kanë shku shehid prej anës Aliut. E tash vjen edhe plus baba i veti thot, o Jezid, mos ju tut thot këtyme muslimanëve se këta lujsh si duash. Man ta kesh parasysh Hasanin edhe Huseinin. Tu desha me lidh. Edhe një rast një historin islame, një dit, deshta këtu me lidh që zemra është zemër. Po ta kshujmë tash të pastërtia e zemrës, po shkojmë të zemra e Jezidit edhe zemra e profetit Muhammed dhe familjes tij. Zemra e Jezidit u mush me mëkate. Jezidi dihet më shumë ka qenë mortus
i pjan, i dehur, edhe që shumë ka qenë i shnosh, sa që gjithmonë u duke me ne të shtrijet për shkak barkut ma, e tjera. Pa ofendime se ka dikush e ka barkun e ma, se ka probleme me shëndetin, po ai ka pas prej ushqimeve. Dhe një ditë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, transmetohet nga Xhafer Sadiku, e ai prej Muhammed Bakirit, babës tij, prej Zejnul Abidinit, Imam Husejnit. Zejnul Abidini e merr këtë hadith prej Imam Husejnit, Imam Husejni prej babës vetë dhe gjyshit vetë profetit Muhammed. Shkon një ditë profeti Muhammed edhe në umre, në vizitu Mekën, e ka nejtë ma shumë Medine, po shkon edhe në Mekë, edhe Imam Aliu, Fatimia, familja, disa shokti, shumë gëzushëm që po shkojnë me vizitu Mekën, ka qenë vend edhe i përparu në atë kohë. Edhe profeti ullet me një skaj edhe i shikon disa njerë që i nje, edhe a i ndjen edhe i parashek kush janë ata njerës, po plus edhe i ka njohë, edhe shkojnë e puthin gurt e qabës, gurin e zi, pragun e qabës, e prekin atë qabën, gurt, që të qmendur, lebejk Allahume, lebejk e tjera. Thë një Resulallah, ta nuk je i gëzushëm që i meti jotë ka ardhë këtu pa adhuron, para këti adhurimit ka pas prej tymve që jenë vdesh lakuriqe dhe e dini para islamit, jenë sjellë rreth atymve idhujve mrenda në qabë, ta nuk je i knaqën që i meti jytë. Thot, ja Fatime, thot, vallahi, thot, maj shejt për mu është shpirti njeriut se sa gurt e asaj qabës. Që do me thonë, e koto shti nëse shkon numre 10 vjetë mrenda vitit, e koto shti në që se bën tavaf, e puth qabën e sen, nëse ti në vendlindjen tënde nuk fol me motrën, nuk fol me vllahun, nuk bën punë të mira, e thot, po ja Resulallah, po na qka s'kemi mundësi me shkun haqë, qka me bo? Si të dish basia islame, e ka të gati 8.000 euro, me gjithë dirata në 10.000 euro të shkon haqë, po shqyqyr bare umre po është ma e lire po shkojmë. Jemi të Imam Husenit. Te Imam Husenit po shkojmë të zemra Imam Husenit, se kjo është si lloj podcasti, unë nuk jam moderatore, po jemi kështu koleg, edhe po flasim, se këtu tamam po ndihem mirë që po mundi mi shpreh, ja do ditë një dvogla që i kom një, po do mi ndi shikusit tanë, sepse ka një met në zemër, e besoj se një dituni që nuk ka esencë të vërtetësisë, ajo këtu i vjen këtu dhe, adin që a i tha, ja Resulallah, por tha, ka njerë që nuk kanë mundësi me shku në qabën. Po nuk ka problem, tha, Zoti është afër sa damari u i qafës, a jeti kuranor. Ndërkaq, Zoti thot, o njeri, o robi Zotit, thot, mos futë në zemër tonë dhe kërkon se aty është vendin. Pra, qabja e jonë, e njeri, që s'mundu me shku qabja është mrenda. Cilat zemër, tha profeti Muhammed, pa që e Zotit qotë mbi ta dhe familje, 3 sende që si ka. Dhe një, që nuk ka mendje masi, në atë zemër hynë Zoti, që nuk ka mendje masi, e dyta, thotë nuk ka urrëtitje, dhe e tretja, nuk bën padrejtësi. Para se me bo një vepër të padrejt, ty zemra të thot, a me bo, a mës me bo. Unë nëse ty të urrej, ty kur gjo s'kam bo. Kur urrejtja jeme s'ka bo, kur gjo derisa unë nuk veproj me kap, dishka me të myte me gjujt. Ndërkaq, qka i boj? Unë i boj dom vete, sepse nuk i do vend Zotit. Prandaj, mesazhi im është që leni bre vend Zotit, leni vend Zotit në zemrat e juj. Si që aty e keni qabën, sa për mi prej gurt, e me shku me shëtit në për hotele, e me shku në atë kullën e nartë, me arkitekt të jahudit që e kanë bo, e me hyp në atë katin e 12, e me u fotografu, e qabën me pasi një qibrit i vogël. Ato e kërej sendet që nuk kanë bjerë. Prandaj, bëni zemrën e juj të pastër, pa urrëtitje, pa mendje masi dhe me drejtësi, atëherë Zotin e keni në zemrën e ju. Po shkojmë edhe të një abon, ta vazhdojmë. Kjo kërkimi i të vërtetës është një send shumë i rëndësishëm, sepse njeriu kur të shkon me kërku një të vërtet, atëherë një vërtet mund të rrëzojë 1 milion gënjeshtra.
Tash për shembull, nëse dikush unë e njoh babën tem, njërin ma perfektin, ma të mirin, ose një shok të babës tem. Mirë po, vjen rasti që i shpalosën disa punë të këqija që janë bërë. Edhe tash ai e vdati vetë nuk mundet me përballu dikush një ashajt babën. Pa parasysh që i ka, të vërtetat janë babës vetë, po janë mlu si ka ditë e tjera. Sa është e rëndësishme që muslimanët ta studiojnë historinë islame dhe burimet e saj, në vend që të mjaftohen vetëm me ato që kanë dëgjuar nga të tjerat. Shumë interesant, pyetja shumë e thellë, Iqbal. Është shumë e thellë pyetja sepse na e mësu me dëgju pi odave, e mësu me dëgju pi mësimet e mahallës, mësimet e një hoxhe, që e mësu me dëgju, ose një shehu, ose një Plakë shpis, ose ai mësusi, ose... Edhe tashi, gabimi është, vretja eme është, që mos me thonë që kjo është e vërteta, pa i dëgju edhe mendimet e tjera. E dyta, jo çdo gjë që ka thuhet është e vërtet, gjana duhet mu verifiku, gjana duhet mu mat, gjana duhet mu hetu. Shembull, ti, o musliman, o i besimtare, kur ti lexon histori islame, jo çdo gjë që ka shkruar në librat e historisë islame është e vërtet. Ti që lexon hadithet profetit Muhammed, qofshin librat sunite ose shiite, jo çdo gjë që ka gjendet aty është pajton me Kur'anin. Ndonjëherë nuk pajton as me logjikën. Prandaj, ndoshta bazamenti që shumica e dietarëve musliman, nga të gjitha mëdhëhet, pajtojnë është që krejt ato transmitime, krejt ato tregime, krejt ato gajdona, me imi këthit të Kur'ani. Aja që ka pajton me Kur'anin, ishtë dash me kone vërtet, sepse Kur'ani për neve muslimanve, besimtar, është bazamenti këq. Me thonë, ai burimi i parë dhe ma i sakti që mujnë mu këthit të Kur'ani. E dyta, pra, verifikimi çdo hadith edhe çdo transmetim që vjen desh me Kur'anin nuk ka mundësi me qenë vërtet, sepse atëherë po vjen desh me fjalën e Zotit që thot, nëse thoni diçka që nuk e kam thënë unë distancohem. Pra, hajde ti verifikojmë çdo transmetime, hajde ti lexojmë çdo libra, hajde të lexojmë edhe në rreshta. Për me gjetë vërtetën. E vërteta o të Zotin në fundit, po na po mundohem me gjetë një pjesë të vërtetës. Pjesë. Po qatë pjesë që po mundohem me gjetë... Me në flejnë në zemë. Spaku të mundohem me sinceritet, jo prej natit një mëdhebi, jo prej natit një sekti, jo prej natit një personi, që është ma i ditur, jo prej natit balës, se ndashta e vërteta këtu në këtë pikë mundet me konë një balën, tasha me mundët vërtetën e Zotit, pse ata i balë jesë të milioni. Jo për vlasë e qyre nga krejt jam rëbë Zotin, të në fundit ton jem gabum, po edhe ton mujë mja që duha të tu. E vërteta është e Zoti, e jona është na me konë sinqerë. Na me konë sinqerë në vazhdimësi me kërku. Edhe ato të vërteta që i kërkujmë me vetë pak shpirtin tonë, jo pak po shumë. O shpirti jam, që to të sene që i lexon ti, apo të bëjnë dobi, apo të afrojnë ma shumë të Zoti, apo të bëjnë njeri ma të mirë në jetë. Prandaj me lidh vërtetin me realitetin tënë. Se vërteta ose haku ose realiteti është Zoti. E vërteta universale, e realiteti universal. Okej, po e vërteta jame si drillan. Sa përputhet me që... Ose që ka thënë, sa po të flenë në zemër. Sa po të flenë në zemër. Që kjo, me të vërtet, kur e lexoj diçka edhe prej Biblës, shpesher ja do versete, ose për të një liber, se të pejgamberi thot, utlubul ilme illa bisin. Ula u bisin. Kërkon e të vërtetën deri në kitë. Kinse për di arabishtën. Tu kanë me që jemi të tyru me mësu dhe në gjuna arabë. Është një hadith gjendet në librin në musnedin e Rabi ibn al-Habib al-Farahidi, që është mëdhebi Ibadi. Ibadi. Po, në këtë libër, në musnedi ty në që është sikur Buhari, muslimit e sunit, sikur kafit e shietet, musnedi i Farahidit është musned shumë i njoftën, për të parave, librave të para që në shumë musned çka thuhet? Musned dhe më thonë është hadithet, koleksioni që i përmbledh hadithet. Koleksioni, përmbledhja hadithet. Në kur kom shku në manë atje, kom pa këtë libër dhe Ibadi janë atje në manë, ma shumë shumica. Po, dhe kur kom shku atje, nejse,
I kom marrë librat e tyne, njëna për libra është edhe musnedi, kur e lezu kom pas këtë hadithin, se për babgjyshin i kom një, po nuk disha ku gjende, dhe kom gjende musnedi Rabi ibn Habib al-Farahidi, musnedi, po, kish një sanet shumë të fortë që ki hadith. Dhe prandaj feja jonë apëshetat me kërku dijen edhe nëse është në Kinë, në Tibet. Edhe nëse është të budistat diçka mirë, merë në sepse nëse nuk vjen desh me Kur'ani, nëse nuk vjen desh me zemrën, me urtësinë universale. Po muslimant janë fokusu vetëm te Kur'ani i shkruar, e jo te Kur'ani i gjallë, që është vetë realiteti në farforme. Krejt bota, krejt natyra, krejt universi në farforme libri i Allahut. Ajetet e Zotit nuk janë vetëm Kur'an. Ajetet e Zotit janë kudo në univers, nëse ti ke vetë dije me i lezu ato, ti ke lezu diçka për librit Zotit. Dhe kena lidhet me një ajet kuranor që ti shikon, me thonë krejt lisat, lapsa edhe ujt e oqeaneve në gjyrë, nuk kishin pas me përfundu fjalët e prenis. Vetëm për galaksien, kur thot ato notojmë në fërsie. E tash, du me lidhë shtu me Imam Husejn edhe me Ehlibetin. E tash ta lidhëm, se na përshatë të njëra për Imam Husejn. Kur'ani nuk është vetëm aja që ka gjendet mes dy kopertinave, po Kur'an ka qenë vetë profeti Muhammed, dhe Kur'an dhe vazhdimësi e Kur'anit është vetë Ehlibeti, pra Ehlibeti është vazhdimësi e Kur'anit. E kjo është një pikë që dhëtë me pas me rëndësi. Kur'ani jo që është vazhdimësi, po është edhe shpjegimi i Kur'anit. Me thonë e loza për cilës ka dalë, Ehlibeti është loza e Kur'anit, edhe loza traditës profetike. Se Kur'ani nuk është vetëm i vdekur me zdi kopertinë, ai është i gjallë i cili merr frymë. Dhe Ehlibeti është ai që i ka hap shpirt Kur'anit. Nuk janë tim pak ma te filozofike. Interesante se kur po thotë, okej, kur po thotë Husejn Mini e në Minel Husejn kjo ma knaqë shpirtin, faktikisht vetë është profeti. Une për këta ja kom kushtu në librin tim me përmbledhje poezi që ja shpejt, i kanë qenë aty, jam ja 99 poezije, në çdo njërën poezi du të me në gjithë një emër të Zotit. Kështu që atë e kom lënë pak enigmatike për lexuesit e mi, mase 3.000 copa, gjysën i kom shite, gjysën i kom falë, zakonisht falen librat për ata që e vlerësojnë, për ata që duke vlerësojnë është gjëna me afar. E po e lexoj që tu një disa vargje për Imam Husejnin. Husejni është nga unë, e unë jam nga Husejni. Të papërkullur për jetë paramizorëve e me vitë, shëmbëltyr për të gjithë nipat e Imam Alis, si që mbrojti imamatin nga të këqijat e Muavis, nuk ju trembë syri fare nga padrejtësit e Jezidis. E drejta është vetëm një, dhe tjetër nuk ka. E vërteta është dëshmi vetëm me Muhammed Ali. Islami është paqe, edhe dinitet. Që na mësoi profeti Muhammed me gjithë Ehlibejt. Husejni është nga unë dhe unë jam nga ai. Husejn minni wa ana min al-Husejn. Thoshte profeti Muhammed me lotë në sy. Se ai e dinte një ndodhi në mizori, e dinte se Husejni me gjakun e tij do të ringjallte fenë dhe misionin e gjyshit të tij. Kjo ishte një poezi kështu që po lidhet me atë dignitetin, vlera, titurit, po më duke sekret ajo që ka folëm. Kisha pas se të përfundu me që të hadith, se na përmenem dje, të lutë, kjo jam për zemë. Dhe unë jam prej Husejnit.
këto shihet madhështia e debatit. Pra, Hyseni është prej shpirtit tem dhe unë jam prej shpirtit tina, jam pini shpirtit vetëm. Sepse unë superior, unë po flet për unin që është shpirti, nuk po flet për trupin i cili është i vdekshëm. Po flet për ato unin superior i cili e klasifikon profetin si profet, si arketip qellor, si shpirt, si vetdije e lartë, si insani kamil. Përsosësh. Po. Për kryer. Është një fanin shet, edhe në sufizëm është i njoftën teoria e insani kamil. Po, tabaje ka, thalbi, unë e kam të Tabaje ka, thalbi është. Nise me stërë, jona aty 12 shkaf për me arrit, te bile Murteza e ka përmen Mulla Sadra, që është filozofi ma i madh në Islam, që halas ka arë një filozof që e ka lënë, edhe pse ka qenë shit. Po, e ka përmend, se me thonë, këtë doktrinën e insani kamil. Dhe aje ka një libër që është Esfarul Erba'a, 4 librat, se qysh me arrit për me shku deri te insani kamil në mënyrë nxënësore, në mënyrë studicioze, po në mënyrë dëvatshme, qysh me ndjek rrugën filozofike të islame, deri qysh me përsos shpirtin, qysh me bo disa ushtrime shpirtnore, se me thonë për ndritja me vdek para se me vdek. Po, se për ndritja nuk do që shena mësuna me ullën e një tem, duke meditu dhe, wow, merë për ndritja, o për ndrita. Ja, për ndritja vjen pas një rrugët gjatë, pas një mundi, pas një evolimi, pas një punët madhe me vetën, pas një qekanisje, pas një rehabilitimit nefsit, pas një integrimit, qenjes, karakterit, personalitetit, është rrugë gatë. E shpresoj që t'jemi në këtë rrugë edhe Edhe thua që Imam Hyseni du më thonë është nga... Imam Hyseni është ideali, është ajo i cili i prin rrugës. Ajo është, se me thonë, arketipi. Po flasë me gjuhën e Jungut. Po, Jungut e thot arketipa ti ndonë në 12, ndrohë të se ishën... Po, edhe jo rasisht, po janë, po... Nderuar miq, zotëri Luani na ka prunë edhe këtu çaj Lipton të bukur të mirë. Tani do ta përfundojmë pjesën e dytë, para fundit, e pastaj do të vazhdojmë me pyetjet përgjigjet e juaja. Ju lutem shkruani pyetjet e juaja pastër mirë në 044 509 200 në WhatsApp. Dhe tani po vazhdojmë me një elegji, sepse ilahi është këngë për Zotin, kaside është këngë për njerëzit, për profetet, ndërkaq elegji është këngë për kujtimi, dhimbshmërie e tjera në raste të përkujtimit. Përndryshe tekstin melodinë e kam marrë nga një këngë elegji turke, tekstin e kam përpulluar në librin e Ashpi. Imam Husejnin na e kanë vrarë, kokën nga trupi ia kanë darë, gjaku si ujë rjedh pa ja dalë, në Kerbela, gjaku si ujë rjedh pa ja dalë, në Kerbela, Imam Husejni e tur lufton, një gëllën kuj ai kërkon, zemra është djegur që lëngon, në Kerbela, zemra është djegur që lëngon,
İmam Hüseyin'i şehid kara trëndafili Mustafas u gjakostoka e Qerbelas në Qerbela, në Qerbela. Qerbelaja sot po loton në rregur, kokën kërkon, syri Fatimes gjak po pikon në Qerbela, në Qerbela. Syri Fatimes gjak po pikon në Qerbela, në Qerbela. İmam Aliu birin shikon, tronditi arshin në gjithë dynjan, pejgamberi dënese vajton në Qerbela, në Qerbela. Pejgamberi dënese vajton në Qerbela, në Kerbela. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Fatimetu Zehra, esselamu aleyke ya İmam Ali, esselamu aleyke ya İmamul Hasan Muçteba, esselamu aleyke ya Hüseyin, ya şehide Qerbela. Selamet qofshin për mbi ehli bejtit. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Të dashur miq, tani e kemi pjesën e tretë dhe të fundit me pyetjet dhe përgjigjet e juaja. Këto pyetje mund të shkruani në numrin e telefonit në 044 509 200. Edhe tani, por edhe gjatë ditëve tjera deri të nesërmën e ardhshme, në mënyrë që nesër në mbrëmje prap do të vazhdojmë me emisionin tonë që është Qerbelaja dhe do t'ju lexojmë pyetjet tuaja. Vazhdojmë me pyetje përgjigje. الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
lidhur me këto ditët e Muharrem. Është një pyetje nga numri në fund 12. Më intereson, jemi në ditët e Matemit. Matem, do më thonë ditët e Muharremit, apo i bje këto 10 ditët e Ashuras. Dhe disa tarikate po agjerojnë muaj këto 10 ditët. A është kjo agjerim, apo çka është? Sepse nuk jemi në muajin Ramazan. Mandej ka shkruajtur, këtë pyetje doja ta di edhe nga Hoxhanesha Iqbali, sigurisht prej Izraelit koka, dhe sa t'jem tharasin Hoxhanesha, më kamet prej atëherë, dhe nderuari teologu Trilan. Agjerimi në muajin Matem. Po, në këto nuk jam përfaqësuar bashkësinë e tarikateve, edhe unë flas si Trilan këtu. Po ata kanë drejt mu solidarizu me Imam Husseinin në formën e tyne, sipas meje. Tani kjo formë sa është legjitime në Islam, kjo është temë që javë me diskutu. Çka bojnë ata në Matem? Çka bëhet Matem, Iqbal? Çka bojnë për shembull shehler tarikatet tona islame për Matemin? Çu agjerojnë? E që me marrë me thirë një natë një shej, kishte me qenë. Okej. Unë e sa e di, e kam për përvoje, sepse kam respekt, sidomos të shejhët që janë tarikate të eqet me Rahovic. Është një traditë që është Po, është traditë dhe ky agjerimi është më shumë se agjerimi i muajit Ramazan. Sepse ani pse nuk ekziston ky lloj agjerimi në Kur'an, sepse na kemi disa lloje agjerime, kemi agjerime fars, muajit Ramazan, dhe kemi agjerime mustahab, që janë ato që agjeron 6 ditë mas Ramazanit, jo të hanë tete, jo ka agjeru si cili profet agjeron një herë në javë, e kështu me radhë, ato nuk janë, ato janë mustahab, sipas dëshirës. Apo agjerimet kur janë në muajin e Ashurës, që janë në 10 ditët e Ashurës, 9, 10, 11, që në Ehli Bejt, këto nuk janë, se do të flasim edhe për këta. Do me thonë, nuk ka agjerim, si mas Ehli Bejtit, nuk caktohet. Pas mazhebi Xhaferi. Po, si mas mazhebi Xhaferi. Unë mendoj se ky nuk është agjerim, sepse unë vetë kam qenë prezent, kur kanë hëngër iftarin, nuk i kanë pas sofrat e mbushura si që kemi ne gjatë muajit Ramazan. Por i kanë pas sofrat e tyre, trezat e tyre pa mish, pa bylmet, vetëm me do qep domate, do më thëmë perime. Dhe i largohen gjitha atymve ushqimeve që japin knasi. Prandaj unë e thëmë kjo është solidarizim, nuk është agjerim. Nuk është agjerim si që është agjerimi i muajit Ramazan. Madje muajit Ramazan agjerimin na kemi shumë atletë. Po mënoj është një farë poetezia. Po, është solidarizim, unë po solidarizohem sikurse kur më ka vdek mu nana, baba, për shembull nuk janë çonu sot e vllaut me bë drek. As na bijat nuk kemi çonu me bë drek, se kemi pas ditë dhënimi. Po nëse ka pru naj kojshi, apo na jo ma i largë. Pra ta, me sa po kuptoj? E ndim dhimbjen edhe nuk e me sa po kuptoj, ata po dojnë që të ditë të vitit, mos me kalu se ditë zakonshme, po thjesht me pas diçka, me përkujtu diçka. Po, edhe nuk është... është një ide, nuk po thonë që është haram, as nuk po thonë që është halal, po është një ide, nuk është që s'kom lezu për këto, nuk është që s'kom studiu për këto, nuk është që s'kom lezu edhe rregullat e agjerimit që i kanë tarikatet e Kosovës, po thjesht me qëllim me bona pyetjen çysh do ka çka agjerim, për shkak të atyre që na dëgjojnë na përcjellin. Okej. Është solidarizim, nuk është obligative, po shumë humane, shumë shpirtnore. Se ti kur e din Imam Husseinin që s'ka pas me ha. Po ma mirë s'ka pas me pi, ka ndru jetë për një pi. Po pyetja është a ma mirë qështu, a ma mirë hiç. Do të thonë tash ti një farë forme, okej, unë po solidarizona me që traditë që e kom mësu, me qëta që e kom trashëgu pi babës edhe babgjyshit, që shto babë e babgjysh kanë qenë sufi, kanë qenë sheler, kanë qenë tarikate, edhe unë po du me vazhdu që tradit. Si tradit, me qenë se Imam Husseini është, si me thonë, se të njëjtin probleme kemi për shembull edhe te mëdhebi Shiit Xhaferi,
për shembull disa vepra që i bëhen në këtë kohë në vendet që dominon shiizmi, disa mund t'i kritikojnë ato, po pse bashkë që të formë. Ato rituale. Por ja që ti nuk mundesh me më kallëzu mund çfarë formë unë vuj për dikën. Aha. Pra, unë po du me vetë shpirtin tem edhe çdo gjë që ka të vjen mirë, natyrisht unë po du me bë, po du me kujtu, që po du me me emocionet e mia. Kështu që më mendoj që jam nuk do të mundal fort në këto sene si në detaje. në detaje, po e rëndësishme është ajo çka simbolizon, çka figuron, çka përfaqëson është diçka e mirë. Kështu që edhe pse përpara për shembull ma nuk është respektuar Ramazani në përteqen, mirë po tash për fat të mirë unë kam pa që fëmijët e dervishëve, shevlerëve shkojnë edhe nëpër medrese Alauddin me studiu. Shkoj një pyetje tjetër tash, duke se mua më ka dhënë këtë pyetje, thotë kam pa nëpër video në YouTube se në Çerbela japin ushqim, dyner, ushqim, pemë, perime, ujë. Kjo po kundërshton me dervishet që dervishet ta e ka shumë, me siguri tarikatet. Po ne kam pyet një herë për këto. Këtu, po kundërshton po thot me këto çka po bëjnë tarikatet këtu. Edhe shumë e vërtet, unë kam shkuar në Çerbela 4 herë edhe ushqim ke s'ki nevojë me shku në restorane, në për rrugë japin ushqim. Kom vesh një herë pse bash ditën e 10, si me thonë të Matemit, ju bëni Ashura. Dyshysh sikur Ashura është një lloj feste, nuk është mbajtje zi. Po. Edhe atë që më thonë? Se përpara ka qenë lloj ëmbëlsimi. Atë që më ka thonë? Mu merr çudi sepse është diçka shumë interesante, edhe pse unë nuk fillimisht nuk më isha me perceptu, tha sepse ditën e 10, edhe pse në aspektin zahir tha është kulmi i masakrës. Kulmi i masakrës. Por në aspektin batin tha është kurrja fitores madhe, sepse rënia e shahidi Imam Husejnit ka është fitore e fesë. Sa prandaj tha na po festojmë sepse Allah e ruajti fen me Imam Husejnin. Kjo shumë e bukur. Interesant, a dhe. Ndërkaq për këtë pyetje pse po thot në YouTube e ka pa që në Çerbela në vende tjera në Irak po japin ushqim. Shkoni të nderuar miq, unë kam qenë tash 4 herë. Kur shkoni në Irak, atje shkojnë, janë vetëm kjo Çerbelaja i ka 2 milion, 3 milion njerëz banor. Mirë po ata nuk dalin ato ditët, për arsye se brenda 50 ditëve ka 27 milion, 22 milion vizitor. Dhe vetë pronarët, që me thonë qytetarët e Çerbelas, ata stagnojnë ushqimet, ose na për shembull. Unë për shembull në shtëpinë time, këto ditë dhe ditët, nuk e zi gjellën e begatshme. Mirë po, asë nuk i bëj ushqimet si zakonisi tjetëre. E paramendoj se si kur më ka drujit baba, nona, birim, nuk më pasun e fuqi, me që me i bo ato santanatet o mërsinat. Mirë po, unë si personalitet që jam këtu, që jam në shtëpi time, jam në Evropë, jam në Balkan, mirë po, kur shkon ti në Çerbela, ata janë gjendje me të lutë, me të ranë gjunjë, vetëm ti me jamar një gotë ujë, sepse ti e misafiri Imam Husejnit. Për atë arsye, në Çerbela jepet ushqim, njerëzit të lutin me marrë dhe me veti, edhe ullën t'i pastrojnë këpucat, vetëm pse ti ke marrë me 1000 kilometra, ke ardhur tek Imam Husejni. Ndërkaq në shtëpitë e tyre është reduktimi ushqimit. Kisha pas me ndërlidh pak Iqbala me ndërlidh se nuk kujtu një sen. Edhe nuk e marrin pyetjen e tretë se veç është e tillë. Më kujtu diçka shumë e rëndësishme, mundem me përmbylli me sa nëse dëshiron. Me kaq të nderuar miq, anë mban botës kudo që jeni, ne patëm një bashkë bisedim kështu me të nderuarin magjister, teologon, psikologon Drilon Gashi. Dhe kishim biseda interesante që edhe unë nuk I kisha dëgjuar. Dhe falenderoj Zotit që kemi një person I cili është në shërbim të njerëzimit dhe në shërbim në mënyrë të familjes së tij, të vetes së tij. Dhe lutim Zotin që t'ja jap shëndetin, rehatin,
bereqetin dhe gjitha të mirat në jetë, edhe Drilonit, edhe neve, edhe gjithë juve që dëgjoni. Ju faleminderit shumë, shihemi radhëve tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, bereqeti i Zotit qoftë mbi ju.